Si duhet ta presim muajin e Ramazanit? Ti kthehemi Allahut duke u penduar. Ti lutemi Allahut të arrijmë Ramazanin, të kërkojmë nga Allahu të na forcojë për agjërim dhe për faljen e namazit të natës. Të nxitojmë t'i kompenzojmë ditët e pa agjëruara nga Ramazani i kaluar. T'i mësojmë normat që lidhen me agjërimin dhe Ramazanin. Të bëhemi gati për t'i bërë disa vepra të mira, siç janë umreja dhe itikafi. Ti mënjanojmë njerëzit jo serioz dhe ti shoqërojmë personat që kanë ambicie. Ti lëmë anash zënkat dhe grindjet. Ti përfundojmë sipas mundësive para Ramazanit punët që mund të na e vështirësojnë agjërimin. Të shikojmë daljen e hënës së re që aludon në fillimin e muajit. Ndalohet që Ramazani ti paraprihet me agjërim. Është vërtetuar me argument ndalesa e agjërimit vullnetar 1 ose 2 ditë para Ramazanit. Pejgamberi a.s. thot: mos i paraprini Ramazanit me agjërim 1 ose 2 ditë para. Përveç ai që ka qenë duke agjëruar, ai le të agjëroj. Qëllimi i ndalesës këtu është për agjërimin vullnetar të përgjithshëm. Ndërsa agjërimi vullnetar i zakonshëm nuk ka pengesë të vazhdohet. Pra, ai që e ka traditë agjëroj të hënën dhe të ejtën ose ditët e bardha, aq më parë kjo vlen për atë që ka ditë të pa agjëruara të Ramazanit të fundit, ose ka agjërim shpagimi. Për të nuk është problem të agjëroj.